bojmë në qik. Jo. Jeni në ditën e tretë të grevës së urisë. Si jeni nga gjendja shëndetësore? Ka pasur probleme me kolegët tuaj që janë në grevë? Përshëndetje. Mbrëm ka pasur disa probleme të vogla, gjëra që ne kemi zgjidhur këtu me njëri tjetrin, probleme tensioni. Dy nga ne, dy kemi me gjendje gripale, kemi munduar t'i lëm pak më veç me temperaturë e tjera, por çdo ditë, normale që çdo natë vjen edhe vështirësohet gjendja. Megjithatë ne prapë këtu do jemi. Në ditën tuaj ka patur ndonjë telefonat nga këta të kompanisë që të hynë në negociata për të zgjidhur nëse jo të gjitha disa nga kërkesat tuaja? Nuk ka pasur asnjë reagim, as minimalisht të pyesin si janë njerëzit, jo më për negociata. Nuk ka pasur interesim as për të pyetur për shëndetin.